Pas një hetimi të gjatë dhe operacioneve të koordinuara, policia ka goditur një tjetër rast të ushtrimit të paligjshëm të lojrave të fatit, duke arrestuar 2 persona dhe shpallur një tjetër në kërkim. Ky operacion është realizuar në kuadër të luftës kundër aktivitetit të paligjshëm të lojrave të fatit, që shpesh është një burim i pastrimit të parave dhe i shmangjes së detyrimeve tatimore. Në vijim të një hetimi të thelluar, specialistët e sektorit për hetimet e krimeve ekonomiko-financiare dhe forcave të posaçme Shqiponja në Korçë organizuan operacionin e koduar Slot Makin, që synonte goditjen e këtij aktiviteti të paligjshëm. Operacioni u zhvillua në një lokal në qytetin e Korçës, ku u zbuluan dhe u sekuestruan makinetat e lojrave të fatit. Gjatë operacionit, autoritetet kanë arrestuar 2 persona në flagrancë. Ato janë Thanas Sulo, 53 vjeç, banues në Korçë, i cili akuzohet për organizimin e lotarive të palejueshme për vënien në dispozicion të lokaleve për lojra të palejueshme. Sulo kishte lëshuar me qira lokalin ku gjetën makinetat, duke mundësuar zhvillimin e lojrave të fatit në kushte të paligjshme. Mateos Shurdho, 34 vjeç, gjithashtu banues në Korçë, i cili u vu në prangët e policisë për organizimin e lojrave të fatit në lokalin ku ishte i punësuar. Shurdho kishte rol aktiv në zhvillimin e lojrave të fatit dhe ishte pjesë e aktivitetit të paligjshëm. Përveç këtyre, policia ka shpallur në kërkim shtetasin Daniel Morava, 50 vjeç, banues në Korçë, i cili është nën akuzat për punësim të paligjshëm, fshehje të ardhurave, mospagesën e taksave dhe tatimeve, si dhe organizimin e lojrave të palejueshme. Morava dyshohet të jetë i përfshirë në këtë veprimtari kriminale si person që ka mbikëqyrur dhe menaxhuar operacionet e lojrave të fatit të paligjshme. Gjatë kontrollit realizuar në lokalin e dyshuar, autoritetet sekuestruan 10 makineta të lojrave të fatit dhe 3 aparate celular, të cilët janë përdorur për menaxhim dhe organizim të lojrave të paligjshme. Këto janë provat materiale që do i kalojnë prokurorisë për hetime të mëtejshme. Policia e Korçës ka bërë të ditur se operacionet kundër aktivitetit të paligjshëm të lojrave të fatit do të vazhdojnë. Materialet e sekuestruar dhe të arrestuarit janë të kaluar tashmë në duart e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë për hetime të mëtejshme dhe veprime të tjera ligjore.